edhe angazhimet e këshilltarëve, trafiku, problematikat e bëjnë veten. Meqenëse se shumica e këshilltarëve janë të pranishëm, mbledhjen e deklaroj të hapur. Mbledhja zhvillohet sipas së rendit të ditës që është njoftuar për çdo këshilltar, por edhe për bashkinë edhe për institucionin e prefektit. Pika parë e rendit ditës projekt vendim për përdorimin e fondit kurzuar për blok ndihmën ekonomike deri në 6% për periudhën 1 deri me 31 maj 2025. Pika 2 projekt vendim për përdorimin e fondit të emergjencave dhënie ndihmë financiare zotit DD për djegje banese. Pika 3 projekt vendim për përdorimin e fondave të emergjencës dhënie ndihmë financiare për zotin JG për djegje banese. Pika 4 projekt vendim për përfundimin e procedurave të privatizimit të banesave të cilet kanë mbetur pa u regjistruar në ASHK. Pika 5 projekt vendim për miratimin e buxhetit faktik për 4 muajorën e parë të vitit 2025. Pika 6 projekt vendim për miratimin e buxhetit afatmesëm 2026-2028 Bashkisë Lezhë faza parë. Pika 7 projekt vendim për miratimin e listës përdoruese faktik të tokës bujqësore. Pika 8 projekt vendim për miratimin e hapjes së rrugës së lagjes Butën dhe dhënien në përdorim të fondit pyjor kombëtar shoqërisë TDJ Construction SHPK për ndërtimin e rrugës auto të lagjes Butën, fshati Ungrej, njësia administrative Ungrej, Bashkia Lezhë. Pika 9 projekt vendim për lidhjen e marrëveshjes së binjakëzimit ndërmjet Bashkisë Lezhë Shqipëri dhe komunës San Demetro Korone Itali. Pika 10 informacion nga Bashkia Lezhë mbi zbatimin e buxhetit për 5 mujorin e vitit 2025. Pika 11 informacion nga Bashkia Lezhë për masat e marra për sezonin turistik 2025. Pika 12 të ndryshme, po tek 12 ka një vendim dhe të ndryshme të kalon më poshtë një projekt vendim. Një projekt vendimi I cili ka të bëjë me miratimin e azhurnimit të hartës përfundimtare të plazheve të lejuara vendbazime ujore dhe zonave të shërbimeve në vijën bregdetare Shëngjin dhe Tale për sezonin turistik veror 2025. Projekt vendimi I cili është vënë në dispozicion të gjithë këshilltarëve, por është trajtuar edhe në mbledhjet e komisioneve përkatëse gjatë kohës që janë zhvilluar mbledhjet e komisioneve. Në pjesën ndërmuese mbledhjet e komisioneve janë zhvilluar gjatë ditës së premte, pra s'kemi ne I ngersh apo ne I problematik. Në këto kushte, kush është dakord për miratimin e rendit ditës me aq sa deklarova më sipër? Kundra? Abstenim? Miratohet me gjitha votat pro. Faleminderit. Kalojmë në pikën e parë. Ju lutem. Atëherë edhe I herë, kush është dakord? Kundra? Abstenim? Një merr pjesë në votime, të gjitha pro. Vazhdojmë me pikën e parë të rendit ditës. Projekt vendim për përdorimin e fondit kurzuar për blok ndihmën ekonomike deri në 6% për periudhën 01-31 maj 2025. Kush e do fjalën? Nga komisioni apo nga bashkia? Ka një problematik për këtë projekt vendim, në I shtesë, në I sugjerim, në I diçka? S'ka. Nga këshilltarët, ka një mendim, sugjerim, diskutim? S'ka. Kush është dakord? Kundra? Abstenim? Me gjitha votat pro, miratohet. Kalojmë në pikën e dytë për përdorimin e fondit të emergjencave dhënie ndihmë financiare zotit Doda për djegje banese. Po me radhë. Komisioni? Ka një diçka? Po jepi mikrofonin të lutem. Zoti Pjetër, kryetari I komisionit. Komisioni është mbledh dhe I ka miratuar të dy familjet që janë djeg banesat, si zotin Jagega Ishu Shëngjin dhe Det Dodaj Zimaj Ungrej. Jemi dakord. Jemi dakord si komision. Tjetër, tek relacioni, shikoni, keni një lapsus në duket për këtë dedin, ku thoni propozojmë që masa kompенsimit për dëmin e shkaktuar për neurondi
duhet të shtoni edhe pjesën përqindjen e banesave, se del sigur është dhënë e gjitha shuma për atë. Besoj se është lapsus, po këto vendimi janë në rregull. Ka kush në vërejtje në problem në diçka tjetër? Atëherë kush është dakord për këtë projekt vendim? Për zotit Dodaj? Kundra? Abstenim? S'ka, miratohet me gjitha votat pro. Kalojmë ke projekt vendimi 3, i cili u shpreh për të dy projekt vendimet kryetari i komisionit për përdorimin e fondit të emergjencës dhe dhënien ndihmë financiare zotit Jak Gegaj për djegje banese. Ka kush në diçka të veçantë për këtë projekt vendim? S'ka. Kush është dakord? Kundra? Abstenim? Miratohet me gjitha votat pro. Projekt vendim për përfundimin e procedurës privatizimit të banesave të cilët kanë mbetur pa u regjistruar në ASHK. Pra janë projekt vendime që kanë të bëjnë me banesa të cilat janë që në vitet 90. Çështje procedurash administrative dhe asgjë tjetër më shumë. Kush ka një vërejtje apo një problem për këtë? Pra duhet kalojnë në këshill që i zotit marrët e hipotekën. Kush është dakord? Kundra? Abstenim? S'ka, me gjitha votat pro, miratohet. Kalojmë tek pika tjetër e Renedicë. Miratimin e buxhetit faktik për 4 mujorin e parë të vitit 2025. Një projekt vendim që ka të bëjë me shifrat e buxhetit, me tarrat dhe shpenzimet faktike për 4 mujorin e parë, të cilat janë të rregulluar edhe me thesarin, është shtruar edhe në Komisionin e Financës dhe Ekonomisë, s'ka një problematik, nuk e di nga komisionet tjera, nuk e di nga këshilltarët ka një diçka të veçantë, apo nga vetë drejtoritë përkatëse, drejtoria të taksave, tarifave dhe drejtoria e financës, nëse ka një shtesë, një diçka të na thojnë, apo ka një sugjerim. Ka kush? Po, Donika, jepja mikrofonin. Përshëndetje gjithëve. Në fakt, shifrat flasin vetë për një rënje drastike të ardhurave dhe shpenzimeve. Një pyetje kisha unë lidhje me këtë. Nëse lidhet ky mos realizimi të ardhurave dhe tatimeve në këtë periudhë 4 mujore që flasim. Pasi normal se kjo bie pesh mbi qytetarët, marrin më pak shërbime, më pak investime lidhje me ta. Dhe si e parashikoni ecurinë për 4 mujorin e dytë, domethënë do të vazhdoni me realizim të mbledhjes së këtyre të ardhurave, apo me se lidhet kjo mos realizimi mbledhjes së të ardhurave për 4 mujorin e parë? Të ardhurat dhe shpenzimet që janë realizuar më së pakti, më pak se plani, në të dy rastet, edhe të ardhurat edhe shpenzimet, më pak se plani me përqindje goxha të konsideruar. Faleminderit. Tjetër pyetje, lutem. Ka pyetje tjera që të përgjigjet zëvendës kryetarja njëkohësisht për gjitha. Ka një pyetje? S'ka. Po fjala për ju. Po, përshëndetje gjithëve. Në fakt, në bazë të monitorimit buxhetit për 4 mujorin e parë, sipas analizës që është bërë, realizimi i të ardhurave vendore është në masë 25.7%, ndërsa i shpenzimeve është 37.5%, po nuk është se mund të flasim për një ulje drastike të ardhurave ashtu siç ju e thatë, në fakt është për një mos realizim, i cili ka disa faktorë. Nga planifikimi i të ardhurave që ne kemi bërë nga buxheti që kemi miratuar vjet buxhetin në muajin dhjetor, sot nga janari deri në muajin prill për cilët bëhet raportimi, ka disa mangësi në realizimin e të ardhurave, kryesisht për arsye të përmirësimit të sistemit të taksave. Ne kemi punuar pas miratimit të paketës fiskale vitin e kaluar deri muajit të parë të këtij viti, kemi punuar për përmirësimin e sistemit, kemi azhurnuar gjitha dhënat, kryesisht edhe për bizneset, por edhe për familjarët, gjë të cilësh nuk e kishin pasur të mundur një vit përpara, që do thotë që pas 4 mujorit parë, 5 mujorit dhe tani në qershor, do të kemi një realizim të ardhurave dhe do të shikojmë në raportin e qershorit pastaj kur dalë që realizimi ka kaluar pritshmëri dhe është aty ku duhet. E njëjta gjë vjen edhe për shpenzimet, për arsye se po shikojmë realizimin e shpenzimeve 4 mujorin e parë, kryesisht janë vetëm për shpenzimet për paga, pak më pak janë për shpenzimet operative dhe për shpenzimet për investime, për arsye të fillimit hapjes procedurave të buxhetit, planifikimit, për arsye të regjistrit prokurime, miratimit,
procedurave të prokurimit që nuk mund bëhen që muajt e parë kryesisht, por që janë në proces dhe pastaj pas muajit qershor do fillojnë edhe me likuidimet përkatëse ose me shpenzimet. Kjo është. Mirë. Faleminderit. Po, se sa. Besoj s'ka kusht tjetër. Atëre, kush është dakord? Kundra? Abstenim? Mirato, 1, 2, 3 kundra? Miratohet? 3 kundra. Emanueli, Donika, kundra. Tjerë, pro? Miratohet? Vazhdoj me pikën tjetër Tranedic. Po? S'ke marrë pjesë në votim. Dominika, pa, Alfrida e Partisë Demokratike jo madhështore, po Euroatlantike s'ka marrë pjesë në votim. Euroatlantike, pra unë jam të folin në rregull. Unë? Ama ose s'ka ne gjama, Donik. Unë thash nuk është e juja, është... Faleminderit. Vazhdoj me pikën tjetër Tranedic për miratimin e projekt buxhetit të AFAT mesëm 2026-2028 Bashkisë Lezhë faza parë. Është një projekt vendim që i ka kaluar gjitha fazat e diskutimit, edhe në dëgjesën publike, ka kaluar edhe në komisione, s'ka pas ne diçka të qëndësishme për të ndryshuar. Nëse në këto dëgjesat publike ka dikush në diçka që duhet marrë në konsideratë edhe nga propozimet që mund t'jenë bërë, urdhëra thoni dhe ta diskutojmë dhe kalojmë pastaj në miratim. Ka kush? Atëre një prezantim shkurtër nga zëvendës kryetarja Bashkisë. Atëherë sot po kemi paraqitur projekt vendimin për miratimin e fazës parë për projekt buxhetin për vitin 2026-2028. Faza parë është një instrument ky që planifikimit dhe menaxhimit të financave të bashkisë. Është faza parë strategjike. Ne kemi filluar që fillon nga muaji janar dhe përfundon në muajin qershor. Kemi filluar në janar me parashikimin e vlerësimit të ardhurave, të cilat janë miratuar po këto në këshill. Gjithashtu dhe me miratimin e prioriteteve mbas diskutimeve që janë bërë edhe me ju këshilltarët, edhe me banorët, edhe me drejtoritë përkatëse mbas planifikimeve që kanë bërë. Ky projekt dokument është hartuar në përputhje me ligjin për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë, si dhe me udhëzimet përkatëse që financave. Vjen duke marrë një analizë të planifikimit që ne kemi bërë, është në përputhje me situatën financiare që kemi pasur një vit më përpara, ku kemi realizuar të ardhurat në masën 92.6%, ndërsa shpenzimet në masën 80%. Pra flasim për një stabilitet financiar të Bashkisë Lezhë dhe një parashikim realist të ardhurat, planifikimit të ardhurave dhe shpenzimeve për 3 vitet që vijnë. Gjithashtu, kryesisht planifikimet kryesore të investimeve që janë në infrastrukturën rrugore apo në infrastrukturën për lulishtet apo për shërbime tjera që të ofrojmë qytetarëve. Për të ardhurat kemi e rëndësishme është që të themi që 54.9% janë me burimet e veta nga të ardhurat e veta, ndërsa pjesa tjetër janë nga transferta pa kushtëzuar që është 26.5% edhe transferta sektoriale 14.9%. Mund të themi që nga të ardhurat nga viti 2026 në vitin 2027 kemi parashikuar një ulje të ardhurat, se besoj se mund ta keni vënë re, është për shkak të tarifës për 3% nga banesat sociale. Pastaj nga viti 2027 në vitin 2028 kemi një rritje të ardhurave me 0.8%. Për sa i përket planifikimit sipas llogarive ekonomike, mund të themi që për pagat kemi me transferten e pakushtëzuar dhe të ardhurat e bashkisë kemi 30%, ndërsa për investimet shkojnë deri në vlerën 39% të shpenzimeve gjithsej. Një gjë tjetër cilën ne e hasim vështirësi dhe tani do vazhdoj dhe faza 2 që është nga muaji korrekt deri në muajin shtator që është edhe faza teknike, ku gjitha këto kërkesat që kemi bërë në fazën e parë do të konkludohen akoma më shumë, të rishikohen edhe të jemi sa më afër parashikimeve. Do kisha kërku bashkëpunim tuaj në lidhje me dëgjesat publike që të kemi sa më shumë pjesëmarrjen tuaj edhe në bazë kërkesave të banorëve ose të qytetarëve që ju mund t'i adresoni pranë bashkisë. Kaq kisha, faleminderit.
Mirë, faleminderit. Kush e do fjalën? Atëre Flutra. Edhe diçka tjetër, Po. them se ashtu, keni marrë edhe mendimet e Ministrisë Financave në lidhje me përgatitjen e fazës parë për buxhetin, që është brenda afateve, është brenda çdo lloji standardi. Po. Mirë, atëre Mund them që Bashkia Lezhë është model në përgatitjen e PBA-s dhe bashkitë e tjera marrin mendime nga Bashkia Lezhë. Faleminderit për kujtesën. Këshilltarët mund të diskutojnë edhe rreth këtij materiali që ka nga Ministria e Financës, njëkohësisht me këtë. Materiali që ka nga Ministria e Financës nuk është për vendimmarrje, por ta e zërojmë në këtë pikë. Materiali nga Ministria e Financave veç ju kishte duar trokitur. Po. Asgjë tjetër. Është në fakt se janë pak të bashki që arrin ta bëjnë buxhetin. Tash Edhe një diçka, pyetje. me qenë se kam gjitha drejtoritë tut, do t'i falenderoj për gjithë punën e palodhur që bëjnë, sepse fillon buxheti nga janari deri në dhjetor, nuk mbaron, edhe kjo fazë ka qenë kohë rekord për gjithë, edhe shumë më mirë se gjithë fazat e tjera që kemi kaluar. Vërtet ju përgëzoj se çdo vit është ndryshe dhe ka problematika ndryshe, nuk është çdo vit. Unë do t'i falenderoj drejtoritë sepse si asnjëherë tjetër janë gjithë pranishëm këtu dhe kështu do t'jenë gjitha mbledhjet. Fjala për ju, Flutra. Atëherë, në materialin që na keni dhënë aktivet e trupëzuara, që janë artikull 231, kanë ardhur në shumë totale. Në mënyrë analitike unë nuk I gjeta ku në materialin që kishim bashkëlidhur. I keni ju, po nes na janë që besoj se dhe ju do ta keni. nuk e kemi, në fakt unë e hapa e kontrolloj, kam përpara. Nuk e kam. Kam deri këtu dhe nuk kam amanej. Po, gjithsesi është ajo që ne kemi miratu në shkurt për miratimin e prioriteteve. Po, janë, është gjithë dokumenti, gjithë ky dokumenti që është Vetëm një pyetje. Atëre prit, e kishte rravën Frida. Jo, s'ka problem, ja. Unë për atë punë jam për me pa këtu. Mirë, megjithatë ta dha Lena. Vazhdo. Jo, vetëm një pyetje kisha. Po. Duke parë shpenzimet sipas programit planifikuar dhe të rishikuara 2025 dhe 2027 për arsimin dhe kulturën dhe për kujdesja sociale dhe strehimi ka një rënje shumë të theksuar. Ke planifikimi? Po. Po, për Planifikimi kujdesin shpend. Ja sociale lutem, dhe strehimi. Brigina. Ta marrë ke tjetër? Jo, këto dyja. Mirë. Po, Vazhdo. edhe te arsimi është, po këto dyja e kanë shumë të theksuar ndryshimin. Fjala për ju, zëvendës kryetar. Po, për përkujdesin sociale e strehimin është për arsye se ne këtë vit në 2025 kemi parashikuar fondet për ndërtimin e pallatit shtatënit që është për strehimin social, dhe po ta shikosh vitet e tjera nga që do marrë zgjidhje këtë vit edhe bie dhe planifikimi sepse ka peshën më të madhe tek programi social, të strehimit social, rindërtimi i pallatit. Nuk llogaritën rastet e reja, familjet e reja. Po edhe në varësi të tarifës që ne do presim të marrim këtë vit sepse akoma nuk është në përfundim dhe do rishikohet edhe plani buxhetor në lidhje me këtë tarifë gjatë vitit. Po, edhe arsimi, rinia dhe sporti. Po dhe arsimi njëjtën gjë për arsye se ne këtë vit në 2025 kemi pas rekonstruksionin 39 kopshe në përgjithësi administrative dhe rekonstruksionin e shkollës Gjergj Fishta dhe kryesisht kanë pjesën më të madhe të buxhetit këtë vit në 2025. Pastaj siç e thash edhe nga rishikimet që mundojmë gjatë fazës së dytë, ne mund edhe me mendimet Jo, duke menduar që adresojmë problematika ose investime ose shërbime. kuptoj, po nga që kërkohen për shembull hapja e kopsheve të reja ose qerdheve dhe të duket sikur s'merret parasysh fare, Jo, domethënë. nuk është kështu që nuk merret parasysh. Për qerdhen ne kemi një projekt tani, po e studiojmë dhe do ta prezantojmë besoj shumë shpejt para Këshillit. Okej. Gjejmë një zgjidhje. Po, Frida, më fal, ka një ndërhyrje specialisti I buxhetit për të sqaruar. Fjala për ju, Gjeman. Në relacion janë që është përgadit dhe është pashkrilur materialit, bashkë me pasqyrat, jepen shpenzimet në bazë të programe, po edhe në bazë të fushave. Mos ju referoni shumë programe, se programet janë nërtu si programe buxhetore për efekt organizimit dhe funksionimit me të mirë të buxhetit, janë ata fushat që I përcaktojnë prioritetet e zhvillimit. E keni një pasqyrë, një grafik tillë dhe unë nuk I shoh këta shifra që reklamoj zonja këshilltare, duke referuar që qoftë arsimi, qoftë mbrojtje sociale, po thuj një trend për 3 vite të ardhshme. Shife raportin sipas fushave.
Shpenzimet sipas fushave. Kanë prioritetet. Janë 10 fushat bazë me të cilat marrë një shtet, bashkia financon 9 fusha, kaq janë edhe funksionet sipas ligjit. Po. Tjetër? Përveç qeverisë vendore. Kaq kisha. Për të sharuar më tepër çështje teknike. Lutem, Donika, kishe me shtu gjë? Unë relacionin për flas. Po. Jo, relacionin shkurtër që kemi bënë të programet buxhetore. Jo fushave. Unë kam paraqit, po mirë, më dakord. Referohen thash mos nisa nga programet, se programet nuk reflektojnë Okej. fushat e zhvillimit. Frida. Faleminderit zoti nënkryetari i Këshillit, para se të kaloj te 3 çështje që dua t'i shtroj për diskutim, një përgjigje e thjesht në atë parantezën tuaj. Unë përtej bindjeve apo edhe debateve politike, është një interes tjetër i madh dhe i patjetërsueshëm që më identifikon edhe besoj që bëj pjesë interesi i qytetarëve të Lezhës. Kështu që jam në rregull me përfaqësimin e problematikave. Kuptohet, gjithsecili prej nesh duhet bëjë më shumë, por përballë interesit qytetar, debatet politike duhen anashkaluar nga të gjithë. Atëherë, sa i përket fazës parë që ju projektit, programit buxhetor afatmesëm në fazën e parë që ju keni paraqit, ju e vut theksin tek dëgjesat publike dhe tek ftesa që i bët antarëve të Këshillit Bashkiak për të dhënë kontributin e tyre në referimin e problematikave që gjithsecili prej nesh e ka detyrim të identifikojë dhe të adresojë tek institucioni i bashkisë. Unë me 25 shkurt të këtij viti, me shkresë zyrtare, jam drejtuar duke adresuar disa problematika të identifikuara nga komunikimi i përditshëm me qytetarë, të cilët në vlerësimin tim, por edhe në shqetësimin që qytetarët kanë, mendoj që duhet përfshihen në buxhetin e vitit 2026 apo më spaku në programin buxhetor afatmesëm 2026-2028. Ndër tjera në këtë shkresë zyrtare, të cilën ua kam drejtuar si Këshillit ashtu edhe institucionit bashkisë, kam referuar disa problematika konkrete. Së pari, dhënia zgjidhje, duke ndërtuar nga fillimi apo identifikuar një objekt dhe rikonstruktuar për ta përshtatur si çerdhe për fëmijët e qytetit Lezhës, pra dhënia zgjidhje e mungesës së çerdheve në qytetin e Lezhës. Këtu ju kujtoj që qyteti i Lezhës ka vetëm një çerdhe publike me kapacitet normal 70-80 fëmijë, mos gaboj, është përtej kapacitetit. Së dyti, kam adresuar si problematik që duhet gjejë zgjidhje edhe me bashkëfinancim në harkun kohor 3 viteve rikualifikimin e plot lagjes spitalit dhe të lagjes Skënderbek për të bërë mundur zgjerimin e qytetit Lezhës dhe për të shkuar tek ajo që ne shpesh i themi një qytet policentrik apo me disa qendra të zhvilluara. Kjo do na jepte mundësinë që heqim dorë nga mbi ngarkesa përtej arsyes me ndërtime në një zonë të kufizuar dhe ta zgjerojmë Lezhën në parametra bashkëkohor. Pikë tjetër, identifikimi dhe krijimi i hapësirave të reja për parkimet publike në qytetin e Lezhës është një problem emergjent për gjithë ne, edhe vetëm zgjerimi i zonës urbane i jep zgjidhje. Krijimi i hapësirave të reja gjelbërta në qytetin e Lezhës dhe në Shëngjin. Një projekt për minimizimin e efekteve të erozionit në zonën bregdetare, në Shëngjin, Kune dhe në Vajin, pra kryesisht në zonën e Kunes dhe Vajinit. Kuptohet që kjo është një iniciativë që në aspektin financiar kërkon do e mos bashkëfinancim me qeverinë apo bashkëpunim me fondet e Bashkimit Evropian, është detyrë e bashkisë që ta adresojë në mënyrën e duhur. Projekti Një Nxënës Një Pemë, nëpërmjet cilit të nisë mbjellja e pemëve në çdo njësi administrative. Pra ne fokusin e kemi tek ndërtimet, tek resortet, i bëjmë një reklam edhe të egzageruar, mendoj unë, por kemi harruar që Lezhë ka nevojë për hapësira gjelbërta, Lezhë ka nevojë për vende parkimi, Lezhë ka nevojë për zgjerimin e zonës urbane. Ndërtimin e bibliotekës publike në çdo njësi administrative është një mënyrë e mirë për edukimin në bazë të rinjve,
por një mënyrë e mirë për të ndihmuar edhe gjithsecilën familje. Ndërtimi i tregut industrial, një treg në një zonë tjetër, jo më aty, unë mendoj që e ka ezauruar qëllimin e tij. Zona tashmë ka marrë një trajt që tregu tek në afërsitë shinave mbi ngarkon, krijon një kaos, kështu që Bashkia Lezhë duhet të identifikojë një zonë tjetër për t'i hapur mundësi edhe zhvillimit, sepse gjithmonë e kemi thënë aty ku është tregu edhe ka tendencën zona që të zhvillohet. Rikualifikimi i njësive administrative, ofrimi i shërbimit qendrave ditore në njësitë administrative që kanë numrin më të lartë të banorëve, kuptohet pa harruar edhe investimet në bujqësi dhe në rrjetin rrugor. Këto janë disa problematika që unë i kam adresuar mbi bazën e identifikimit me komunikimin e përditshëm me banor. Edhe pyetja ime tashmë është retorike. Unë jo vetëm nuk i gjej të përmendura, por nuk i gjej aq më pak edhe të përfshira. Të paktën këto nuk janë probleme anonime, këto janë probleme që qytetarët e Lezhës i shtrojnë edhe kërkojnë do e mos zgjidhje. Këto nuk janë problemet e një grupi të vogël njerëzish, por janë problemet e mira banorëve të Lezhës. Pika e parë kjo. Pika e dytë, për cilën me që jemi tek buxheti, pra para se të shkojmë tek 2026, unë do doja që nga përfaqësuesit e bashkisë të kemi një relatim sakt, zyrtar, mbi fazën në cilat është zbatimi i projekteve të miratuara në vitin 2000, pra për vitin 2025. Edhe unë do e vija theksin tek rehabilitimi i rrugëve, tek ndërtimi i varrezave të reja qytetit. Ju keni shkruar aty ndërtimi, por unë mendoj që ju keni parashikuar vetëm rekonstruksion të kopshteve aktuale, pra kemi projektin për rekonstruksionin e kopshteve, por akoma deri më sot, deri në 2028, siç është programi buxhetor afatmesëm, nuk kemi të parashikuar diçka konkrete për çerdhet. Ku jemi me ndërtimin e qendrës ditore për moshën e tretë, apo për rindërtimin e pallatit në qendër qytetit të dëmtuar nga tërmeti. Pra, përveç projekteve tjera, unë vura theksin tek këto që janë të domosdoshme, edhe unë kërkoj nga ana juaj që të kemi një relatim të saktë se në ç'fazë jemi me zbatimin. Së treti, në projekt buxhetin që ju keni paraqitur, ju u mundua ta sqaroni, por unë mendoj që duhet një sqarim më i saktë, krahasuar me parashikimet e të ardhurave në 2025-ën, në 2026-ën dhe deri në 2028-ën kemi 4.2 miliard lek më pak të ardhura. Kështu që cilat zëra buxhetor parashikohen që kanë rënje, apo ndoshta në raport sa i përket vitit 2025 kemi një parashikim jo realist që në fakt duhej anashkaluar sa i përket ardhurave. Pra kemi 4.2 miliard lek më pak të ardhura të parashikuara për 2026-ën se sa viti aktual buxhetor. Pra, e shpjegova këtë. Pak më shumë sepse ishte e pa qartë. Unë nuk mendoj se banesa sociale zën një hapësirë prej 4.2 miliard lek në buxhet. Kështu që faleminderit. Mirë. Fjala për ju, nëse zonja. Kush do të Jo, të fundit e shpjegoj Gjemali, të tjera ti sa mund. Tash është e mirë me lexu materialet që janë paraqit, më falë se po them. Në relacionin që është bashkëlidhur ky material për mbledhës, i ke të sqaruar një për një. Kush i jep efektin e ulës të ardhën 26-28. Besoj matematikë ditim gjithë, qose kemi bë gabim të rrisje, kërkojmë falje. Kaq të janë 127 milion. Po, tjetër? Zonja Brigena? Atëherë, për sa i përket për Të lutem, Frida.
Zoti Haxhia, e ka fjalën zëvendës kryetare. Të lutem, jo kështu. Të sqaroj, nuk është mirë përdoren shifra të tilla. E sqarove, të lutem. Të lutem, Frida, ti do krahasosh planin me plan. Jo planin e rishikuar. Në planin e rishikuar janë edhe burimet që vijnë nga viti 2024. Të lutem. Ti shohim gjërat që shtuat me logjikën e ligjit, jo me interpretime. Planin 2025-s. Krahasimin, mos merr planin e rishikuar, ke 2 shifra për 2025. Po pikërisht pra ke të sqaruar në relacion. Besoj që është shkruar me shqip. Tani, ju lutem. Tani, po mirë, bëne pyetja është e sqaruar, me që ata po ta sqaroj. Për sa i përket 2020. Janë të sqaruar një për një. Zoti Haxhia, të lutem. Të lutem, merret mikrofonin, të lutem. Merret mikrofonin tani. Tani, Frida. Tani, kur aty thot plani i rishikuar dhe thot të mbartura dhe kemi marrë një vendim, ju lutem tani, se s'keni drejt vetëm ju. Edhe kemi marrë një vendim për rishikimin, nuk ka të bëj me planifikimin e të ardhur ajo pjesë. Se aty janë gjitha tepricat e vitit 2024 që në thesar trashëgojnë dhe flutura di më mirë se sa unë. Pra, ndaj gjërat, në qoftë se ka një diçka, të lutem, po janë të shkruajtur aty, nëse ka një diçka që ka zera të ardhurave që janë më të ulta në 2026-ën se në kotat e 2025-s, thoni specifikisht cilat dhe specialisti argumenton pse se dhe mund të ketë. Si janë prioritetet. Një merr prioritet, një zë për të ardhurat, një tjetër mund të ketë problematika dhe bie. To nuk janë fjala për ju, zëvendës kryetare. Po, për sa i përket përfshirjes në buxhet të kërkesës që bëri zonja këshilltare, ne kemi diskutuar këtë edhe tek miratimi i prioriteteve që kemi bërë në shkurt dhe këto kërkesa është afati ose momenti i duhur kur do të merren parasysh është tek faza 2, që është nga korriku deri në shtator, pasi në fazën kur ne kemi diskutuar është miratuar dhe tavanet edhe prioritetet të gjitha. Për sa i përket për investimit për qerë dhe unë e përmenda edhe pak më përpara, ne jemi drejt hartimit të një projekti për përshtatjen e një ambienti tjetër për qerdhen e qytetit. Përse kishte me mu? Ke tjetër Brigena? Po. Për sa i përket edhe për hapësirat për parkingje publike dhe për zonat e gjelbërta, gjithashtu jemi duke bërë studimin e zonave se ku do të bëjmë, domethënë me hartimin e projekteve që kemi ne planifikim këtë vit në buxhet, do të bëjmë projektet për gjitha këto pika që folëm. Gjithashtu, për projektet e vitit 2025, për rrugët rurale, një nga investime që është e parashikuar në 2025-ën, ka përfunduar procedura, është lidhur kontrata, rrugët rurale kanë filluar, janë në proces. Për ndërtimin e varrezave, sapo ka dalë VKM-ja që na jep ne drejtën që të operojmë për tek zona përcaktuar për ndërtimin e varrezave, për ndërtimin e qendrës së moshës së tretë, jemi në proces të lidhjes së marrëveshjes me shoqatën që do bëj donacionin. Gjithashtu për investimet të tjera që kemi është stacioni MAB Dragush që do filloj tani së shpejti. Kemi investimet që janë për konstruksionin e 39 kopshte njësie administrative që jemi në fazë prokurimi dhe së shpejti do fillojnë rekonstruksioni i tyre. Gjithashtu ka filluar edhe është në proces mbyllje edhe procedura për shkollën rekonstruksionin e shkollës Gjergj Fishta. Gjitha investimet janë në proces të fillimit të mbarimit të procedurave dhe të fillimit të punës. Po ashtu së shpejti do fillojnë edhe rehabilitimi i rrugëve urbane në qytet, pas investimit të KFV-s do fillojnë edhe rrugët urbane. Edhe Pallati 71 është të presim vendimin e Këshillit të Ministrave që të na japë ne autorizimin që të vazhdojmë me procedurat. Është domethënë ka nisur procedura për dokumentacionin për që ta bëj bashkia. Mirë, faleminderit. Kush do fjalën tjetër? Atëherë, kalojmë votim. Kush është dakord? Kundra?
abstenim. 3 kundra, 1 abstenim. 22 pro, miratohet. Kundra i din, Emanueli, Donika Ndoj, Donika Haxhia. Abstenim, Alfrida dhe Gjon. Okej, kalojmë në projekt vendimin tjetër dhe konkretisht projekt vendimi numër 7. Miratimin e listës së përdoruese faktik të tokës bujqësore. Kush ka një problem? S'ka? Duhet të falenderoj bashkinë që mund konsiderata dhe edhe vërejtjet dhe propozimet e këshilltarëve mbledhjen e kaluar. Pra numri kësaj radhe i konsiderueshëm, 23 vet. Tani ke projekt vendimi, shikoni se do të keni harru, por në fund do të shkruajt. Ngarkohet kryetari i bashkisë për zbatimin e këtij vendimi dhe ky vendim hyn fuqi 10 ditë pas shpalljes. Sepse nuk i keni shkruajt në pra s'ka marrë trajtën e projekt vendimit pilot. Pra, me këto shtesa, kush është dakord që ta miratojmë? Kundra, abstenim. Pra ka të bëjmë me kalimin e tokës bujqësore që kanë në përdorim shtetasit, në pronësi që vazhdojnë procedurat. Urda? Sqarim ke kjo? Mirë, bane po jo masi ta miratojmë, ta kalojmë në... S'ka lidhje me votimin, thjesht për sqarim. Jo, atëherë prit marrë votimin pra. Ta marrë votimin. Kush është dakord? Prit pra, Donika ishe abstenim. Atëre, 1 abstenim për projekt vendimin, tjertë pro. Miratohet. Urdhëro zoti zëvendës kryetar. Thjesht për këtë pjesën e reagimit nga ana bashkisë, nuk është se ka pas mangësi nga bashkia, thjesht ato vijnë nga hipoteka dhe ne i miratojmë direkt, pra nuk është se i vonojmë. Jemi të varur nga SHK-ja. Nuk ishte vërejtje, ishte çështja e sensibilizimit edhe nga këshilli. Këshilli edhe bashkia kur bëjnë punë të mira janë një. Kështu që mos e merrni si vërejtje. Ishte për pjesën që ka shumë mirë. Opinioni publik ka marrë në konsiderat gjitha ato dhe kanë ardhur njerëzit, është rrit ajo çështja e sensibilizimit. Është pozitive, urdhëro. Atëre, zëvendës kryetari? Këto praktika ne i kemi dërguar gjitha në ASHK, të 800 dhe ato trajtohen nga ASHK dhe na i bin pjesë. Prandaj po them nuk varet nga bashkia as nga këshilli bashkiak. Ne jemi nga dishmëri, i sjellin i miratojmë. Mirë, kalojmë tek pika 8 e renditës, miratimin e hapjes së rrugës së lagjes Butëm dhe dhënien në përdorim të fondit bujor kombëtar shoqërisë tjetër në njësinë administrative Ungrej Bashkia Lezhë. Ka kush një diçka të veçantë? Urdhëro zoti Peter. Mikrofonin për këshilltarin Tush. Me gjenë se më dha mundësia ditë me qenë atë konsultimin publik, edhe me thënë të drejten që të vinë nga Kashnjeti, kështu nga Ungret, si që ashtë rruga të vinë, bi 20-25 vetë, ishte e çuditshme. Edhe i pyetën banorë dhe konsultimin publik, edhe ishin të që të hapet një rrugë në Ungret, në një fshat atje, që si ishte pas kur rruga shumë mirë. Edhe ato njerëzit që ishin të gjithë dakord për të hapjen e rrugës, edhe për pjesën e rilapiritim të si quhet ajo e pyetjes që na inxhinieri na shpjegoi, se këtu ka ndodhur një fakt tjetër që vinë për konsultim publik 2-3 vetë nga një fshat, edhe pastaj i hapin gojën mrapa, edhe mund bëni përshtypje, edhe jashtëzakonisht mirë. Unë mendoj që edhe inxhinieri që ishte drejtori, o inxhiniera, unë inxhinieri thamë drejtori,
ja u spjegoje të gjitha gjanat, edhe ishin të gjithë dakord, edhe unë i ftoj gjithë njerëzit ta votojnë. Kam një problem tjetër. Unë kam ngritë edhe herë tjetër, tonë të shok të bashkisë, është hapa e rruga nga Kunja për të liru trafikun këtej. Edhe unë me qenë se jam i ati profesioni edhe njoh shumë mirë rregullorin e qarkullimit, kisha pa njëtën time që të shkilet të prishen tabelat e qarkullimit edhe të hinë kundër vajtje njerëzit. Sot në 2025 në asnjë mënyrë nuk e kisha pa kur asnjë gjë kur. Unë që kam këtë pjesën tjetër të hapësinës publike që njerëzit flasin. Unë me, jo, dy gjana të vogla. Jo, ti ndajmë se po diskutojmë projekt vendimin për... Po, për atë. Jo, këto janë jashtë asaj që duhet ja Këto kena pikët ndryshme dhe ti diskutojmë aty. Ti diskutojmë, nuk jam kundra diskutimit, edhe ja ku janë edhe përfaqësuesit e bashkisë, na thonë çfarë masash kanë marrë dhe çfarë masash duan marrë. Jo, i kanë marrë masat, po nuk i prishin të tjerë. Po mirë pra, mund ta thojnë to, po mos i ngatrojmë çështjet. Unë sa për pjesën e ndëgjesës publike atje në kafshet mund. Mirë, faleminderit. Kush ka për atë çështjen e diçka tjetër? Atëre, pra siç e tha dhe Pietri, gjitha procedurat janë ndjek, edhe me dëgjesën publike, me gjithçka tjetër. Tani në shërbim qytetarëve është e rrugë. Ka diçka zëvendës kryetari? Po. Kjo rrugë është financuar nga Këshilli i Qarkut Lezhë, pra do të edhe investohet menjëherë pas dhënies lejes ndërtimit nga bashkia. Prandaj ishim detyruar që ta miratonim si rrugë që të pajiset edhe me leje ndërtimi. Kush është dakord për miratimin e këtij projekt vendimi? Si rregull, kur hidhet në votim, mbyllen diskutimet. Vazhdo Flutra, vazhdo. Po. Mirë, fjala për zëvendës kryetarin. Në përgjigje të shqetësimit të këshilltares Flutra Gjoni. Siç e thash, kjo rrugë është financuar nga Këshilli i Qarkut Lezhë dhe Këshilli i Qarkut ka kontraktuar me tender kompaninë në fjalë. Pra, kompania nuk ka asnjë interes, thjesht është e detyruar që me bë këtë procedurën, se ka prek një fond pyjor, rruga prek një fond pyjor dhe është e detyruar që t'ja marrë me qira bashkisë. Pra, firma do paguaj me Jo, s'ka punë kompania, thjesht do bëj punimet kompania, nuk ka si interes tjetër. Mirë. Atëherë, kush është dakord? Kundra, abstenim s'ka, miratohet me gjitha votat pro. Po. Kalojmë tek pika 9 e rendit ditës. Projekt vendimi për lidhjen e marrëveshjes mes Bashkisë Lezhë dhe Komunës përkatëse në Itali. Komisioni i ka diskutu këto, s'ka pas një diçka esenciale, specialisti në komision tha dhe efektin e kësaj marrëveshje dhe përfitimet që ka bashkia, diçka keni shkruar edhe në relacione, megjithatë kush e do fjalën, kush ka një paqartësi, apo dhe nga vetë drejtoria përkatëse në bashkinë që ose ka një shtesë, është një projekt vendim që ka rëndësi të miratohet, sepse në fundit sa më shumë kemi marrëveshje me njësi të tilla, sidomos në Itali që ka një përvojë të konsiderueshme në mënyrën e administrimit pushtetit vendor, veç mirë është për Bashkinë e Lezhës. Kush është dakord atëherë? Se shoh se s'keni? Po. Kundra? Abstenim? Gjitha pro, miratohet. Kemi dy pika që janë informacione, po mendoj të marrojmë se edhe një projekt vendim kena, të marrojmë me projekt vendimet, pastaj kalojmë ke këto informacionet. Projekt vendim për miratimin e azhurnimit të hartës përfundimtare të plazheve të lejuara, vend bazime ujore dhe zonave e shërbime në vijën bregdetare Shëngjin dhe Tale për sezonin turistik veror 2025. Është në kuadrin e një sër vendimesh që ne kemi marrë, është në kuadrin e stabilizimit të kësaj çështje,
edhe për problematikat që kanë dalë rrugës, merr vulën përfundimtare. Unë besoj, edhe me sa kemi ndigjuar edhe opinionin publik, gjërat janë për mirë, edhe ajo pjesa skeptike e një pjesë të opinionin publik se nuk do të funksionojë kjo jo për plazhet e tjera, po funksionon në fakt. Dihet se gjithçka kur punohet ka dhe problematika, por e rëndësishme është që gjithçka po bëhet në shërbim qytetarëve që kenë mundësitë të kalojnë një kohë sa më të mirë në plazhet publike. Ka kush në një brejtje, në një shqetësim, në një sugjerim sa i përket këtij projekt vendimi? Po, e kenë në formë pyetje, Po. Atëherë, kush e do fjalën për të sqaruar për këtë? Zoti zëvendës kryetar? Lidhje me stacionet e plazheve, kanë ardhur miratime nga Agjencia Kombëtare e Bregdetit, kanë ardhur me vonesë dhe nuk kanë qenë përputhje me hartën që kemi miratuar ne, që e kemi dërguar atë. Dhe janë detyruar të bëjmë disa zhërnime për t'i përshtatë me numrin e çadrave që i kanë miratuar ata. Gjithashtu edhe nga dy subjekte, mos gaboj, që kanë bërë kërkesë për vendbazime ujore, pra kanë bërë me vonesë, jemi detyruar të shtojmë vendbazim për mjetet motorrike. Po, kush? Atëre. Mikrofoni për specialistin, ju lutem. Azhërnimi I hartave, kjo është harta përfundimtare që janë azhërnuar, janë vendosur edhe vendbazimet, janë pasqyruar në hartat bashkangjitur projekt vendimit. Nëse I keni dispozicion që po. Se ku me tash me zonat caktuara. Siç janë të përshkruar në relacion, kena 3 vendqëndrime, zonën Rancë-Hedhun, edhe në zonën e plazhit Shëngjinit, edhe I korridor në plazhin e Talës. Faleminderit. Kush është dakord me projekt vendimin? Ju lutem. Ju lutem. Votoni, ju lutem. Kundra? Abstenim? 2 vota abstenim. Tjetër? Kalojmë tek pika tjetër e renditës. Projekt vendim për informacion nga Bashkia Lezhë mbi zbatimin e buxhetit për 5 mujorin e parë të vitit 2025. Kush e do fjalën nga Bashkia? Ky material ka? Një gjë konkrete keni? S'keni. Nga anëtarët e Këshillit, ka një diçka për informacionin, nga që zëvendës kryetarja thotë përmenda gjatë kohës kur demonstrum 4 mujorin edhe shifrat e projekt buxhetit afatmesëm 2026-2028. S'ka ne diçka tjetër? Po, është informacion. Informacion nga Bashkia Lezhë për masat e marrë për sezonin turistik 2025. Kush e do fjalën nga Bashkia? Po, zoti. Ronaldo, fjala për ju. Okej. Atëherë përshëndetje të gjithëve. Po. Duke shikuar që projektet e Lezhës po kanë një cilësi shumë të mirë të turizmit, edhe turistat me thënë drejtën këtë vit e kanë shikuar që Shëngjini ka bërë disa ndryshime, edhe këtë vija projektare ka bërë disa ndryshime, edhe jo kot ka për vizitojnë edhe më shumë.
ne shikojmë edhe shifrat që janë më të larta. Kjo për arsye se bashkia ka marrë disa masa, një ndër të është ka ngrit një grup monitorimi që monitoron krejt vijnë bregdetare, monitoron perimetrat e sigurisë, monitoron shërbimin e pastrimit, monitoron hapësirat me dron, në terren, se si operator turistik i lirojnë hapësirat publike apo synojnë për të marrë ndoshta edhe për të shikuar që me zonë territorin bashkia ky grup pune nuk e ka lënë me thënë të drejtën asnjë hapësirë publike që të xehet ose të uzurpohet, ushtron kontroll inspektim në krejt vijën bregdetare për të mbushur kriteret e rregullores që është sipas VKM-s së plazheve, për mbajtjen e mjedisit pastër, për mbajtjen e plazheve janë marrë edhe 30 punonjës me kontratë, është ngritur edhe ndërmarrja e menaxhimit të plazheve, Lezhë Invest për të menaxhuar plazhet nga Bashkia Lezhë, ku janë ngritur edhe disa zona që kanë çmime të veçanta të menaxhuar me çmime të arsyeshme, siç është Talja me 300 lekë, apo edhe Shëngjini me 400 lekë, apo edhe Rana Halli me 500 lekë, krejt arsyeshme për turistët. Kjo i bën edhe që edhe ato që ndoshta nuk kanë mundësi shumë ekonomike të krijojnë shërbimin e plazhit. Tjetër masa që janë marrë edhe për menaxhimin e mirë të Bregdetit është edhe instalimi në Shëngjin disa drejtorive, si drejtoria e shërbimeve, drejtoria e turizmit, njësitë kryesore rrinë çdo ditë në monitorim të hapësirës bregdetare, edhe kjo për të shikuar cilësinë e turizmit, informimi i bizneseve për rregulloren e turizmit. Ne çdo vjet, po edhe këtë vjet, kemi informuar gjithë operatorët turistik për rregulloren, për oraret kur hellen mbetjet, për mënyrën se si do t'i lejnë mbetjet pa ndodë edhe ambientin, por edhe jo në koshat e qytetit, por në para biznesit, në orarin saktuar vjen i merr kompania edhe turistët gjen një vend sa më të pastër. Kështu që disa masa tjera që janë marrë për një sezon turistik sa më cilësor janë edhe menaxhimi i trafikut në bashkëpunim me policinë e shtetit, ndalimi i mjeteve të rënda, fugoneve me orare të caktuara, por edhe rivendosja kamerave në Shëngjin në policia e shtetit, në stacionin e policisë Shëngjinit janë të monitoruar, bën me monitorimin e kamerave, janë rikthyer edhe herë kamerat në Shëngjin, për arsye se pa dhe një stopim të tyre për një rast. Dhe një tjetër që është masë e marrë është edhe instalimi i zjarrfiksës në Shëngjin. Tani në sezonin veror instalohet në njësinë e Shëngjinit dhe monitoron krejt hapësirën e Bregdetit, hotelerisë, po edhe pyjeve që vjet për fatin e keq patëm një rast jo të mirë. Kështu që edhe menaxhimi në bashkëpunim me instancët qendrore, me Agjencinë e Bregdetit, me operatorë të tjerë, siç është edhe tani janë hapur në Shëngjin edhe qendra verore për ambulanca verore, një tjetër hapur është edhe në Tale, që i shërben turistëve shumë më mirë. Me 24 maj ne kemi hapë sezonin turistik, ku pat një sy edhe për mediat, gjithashtu Bashkia Lezhë ka botuar guidën e re turistike, që ne para 2 ditë realizuam edhe një panajir në Deçan. Gjithë këto krijojnë një tablo që ne të krijojmë një sezon turistik, të thirrim turistët në mënyrë që të vinë në plazhet tona, sepse ofrojmë cilësi, ofrojmë kushte, bashkëpunimi me operatorët turistik ka qenë shumë i mirë, edhe turistët po dalin sa më kënaqur sepse Lezhë ka kushte sa më cilësore. Visim mirë. Faleminderit, po. Lutem, o Pjetër. O Pjetër. Po prit pra të drejtohu këtu, se ka i drejtim. Po jo, po më thuj mu, jo ti. Me thuj mu, jo ti. E pres me kënaqësi replikën e Pjetrit, se problematikat e Pjetrit ndajnë bashkë. Keni diçka tjetër? E përgjithshme këto janë. Kjo se ka diçka Pjetri apo dikush tjetër. Po s'ka rëndësi e bun. Faleminderit për jush. Faleminderit. Po, kush po duro më? Të lutem, prit. Kush e do fjalën? Zoti Gjikola i dha.
Të lutem me mikrofonin. Tash unë kam një problem lidhur me trafikun, me problemin e trafikut, ose ma saktë, me qenë shumë i saktë, unë pa ta kërkuar dhe 2 mbledhje ma parë dhe mbledhje në takim edhe me kryetarin e bashkisë këtu. Pa ta kërkuar që në vendet ku është hapësira, në qytetin e Shëngjinit, pavarësisht se bjen rruga nacionale mes përmes qytetit, të krijohet mundësia edhe për ne ku të lëmë makinat na, se s'kim ku më shkue. Tash ne me turizmit e ne me satelitëve, ku t'ju që ashtu, kanë kurdis, janë shue dhe kanë asgjësu komplet parkegjet në qenën e Shëngjinit, i kanë asgjësu komplet dhe janë këthy në zona privilegje, me fjerë privilegje dhe të thot me personat caktuar, edhe i shfrytëzojnë dhe me bëjnë dhe me këse të shumë i kontrolluar në qetë këtë e diçka si për mund duket shumë e papërshtatshme. Sepse rruga si në rrugë është e rregullt, pjesa parkegjit nuk do ishte asgjësue nga ky drejtori i shërbimeve bashkë me policinë e bashkisë, ku diun kush i bën këto punë, sepse në shumë vende është 100% e sigurt e mundshme rruga për me kalue me net makinat e aty në rezidencialve aty, dhe këta kanë sa ju, dhe me këse në erë turizmi, ta ke janë shu pekë, shopa, dhe me këse shajnë atu bon një kokër 70% e rrugë shtinit që vinë këta turistët, kanë rrugë edhe një kalimshë me pret një qetin në satë, e ku kita hapësirën, na? Pjetër, lutem sa ma racional, mos i përsërit. Du me sqaru në detaj. A është i sqaruar çështja, të lutem. Ke gjatë tjetër, po edhe fava probleme, ke gjatë tjetër. I këtë kisha unë raport me parkeqin. Falenderit. Tani, shqetësimi është shqetësim, do flasin edhe përfaqësuesit e bashkisë, por kjo s'do të thotë se mund të marrë zgjidhje sot. Kjo kërkon një investim, kjo kërkon një studim. Tani, krahas shqetësimit që ngriti këshilltari Gjikola, duhet që bashkia të marrë në konsiderat një diçka, me policinë bashkiake, me drejtorinë e shërbimeve, dhe të gjitha ato segmente që i ka për mbarvajtjen e turizmit në Shëngjin, në Tale, Rana Hedhun, të merren në konsiderat që mos të bëhet veprime duke kriju hapësira për ato që tha, edhe duke po të lutem ta marroj për qytetarët rezidencial. Faleminderit. Kush e do fjalën nga ju, zëvendës kryetari? Po. Një shërim të shkurt. Zënia hapësirave publike për parking në Shëngjin unë nuk ka. Nëse ke dieni, mund të komunikosh mu ose policisë bashkiake. E dyta, hapësirë publike, po them. Po dërop, një gjumë, Pjetër. Tashi, a do mlesh të thej përgjigje tashi qa fole ti? Do e sekund. Thej janë zënë hapësirat publike për oborret e pallateve, nuk janë zënë. Po dora tash të përgjigje më në borsit, një gjumë. E mora vesh edhe rrugën nacionale. Lutem. Pjetër. Të lutem me zoti zëvendës kryetar, bën sqarimin jo drejt për drejt me bën sqarimin tuaj. Pjetër. Tash a ka mundësi apo ti ikim ne të flasësh ti, Pjetër. Drejtori i shërbimeve publike ose policisë bashkiake nuk etiketohen si persona privat, paguhen nga bashkia lesh për punën e tyre dhe ato zbatojnë vendimet e marra. Nuk mund të thush filani personale njëna tjetër. Sikur më thojnë mu për zënien e stacioneve të plazhit që je ti Fatjon Zefi, je i fort e po na heq shëzlonet aty. Zbatimin e ligjit kanë për ta ba. Dakord?
Jo, ti the shqip, fole shqip, unë po të flas shqip. Po. Kush e do fjalën tjetër? Frida? Jepi mikrofonin këshilltares Alfrida. Vetëm Përgjena. Janë informacione, s'ka vendimarrje. Janë thjesht informacione. Po, për ju. Disa problematika që më janë referu nga qytetarët që përbëjnë shqetësim në zonën e Shëngjinit e para, është ndotja akustike. Lokale apo disko verore, të cilat kanë marrë leje kuptohet nga institucionet përgjegjëse, përfshirë këtu edhe bashkinë, por që veprojnë në kushte tejet jo normale. Edhe po marr rastin e zonës Kunës, e cila është zonë rezidenciale, ndotja akustike është kthyer në një shqetësim për familjarët e asaj zone, por ka ndikuar edhe tek pushuesit. Problem tjetër që kjo nuk i përket vetëm zonës Kunës, kryesisht kësaj zone, por gjithë vijës bregdetare të Shëngjinit edhe Talës, është dezinsektimi. Për disa vite me radhë nuk u krye si proces, edhe këtë e dim gjithë. Këtë vit pati një iniciativë për nisjen e procesit të dezinsektimit. Banorët dhe pushuesit kanë ankesa se në disa zona nuk është krye, në disa zona tjera nuk është krye në nivelet e duhura. Kështu që unë kërkoj nga ana e bashkisë, pavarësisht se kjo është kompetencë një institucioni tjetër, por mbarvajtja e sezonit turistik implikon të gjitha autoritetet, i kërkoj bashkisë që ta adresoj dhe të kërkoj zgjidhje që dezinsektimi të jetë një proces që të kryhet siç duhet, pra të kryhet i plot, pa e mohu që ka nisë si procedurë, por në shumë vende nuk është kryer, në disa vende tjera nuk është i plot. Pra ne si qëllim duhet kemi dezinsektimin edhe jo vetëm reklamimin e nisjes një procesi pa dasht me paragjyku askënd. Tjetër është, unë e thash edhe gjatë mbledhjes, erozioni, bashkia duhet marrë masa ta adresoj në instancat e duhura qendrore që të jap zgjidhje, sepse një vit pas zgjidhje janë metra rërë të mbuluara nga uji, pra pasojat e erozionit janë të parekuperueshme. Edhe një pyetje problematik tjetër që është edhe aktuale, a ka bashkia Lezhë, a ka marrë masat për kapacitetet, kam pikpyetje në fakt, kjo është edhe një problematik që derivon edhe nga mungesa vëmendjes nivel qendror, për përballimin e zjarreve, sepse na është kthy kjo situata e zjarreve në pyetje gjatë verës, debat politik, edhe jo debat që me të vërtet kërkon zgjidhjen në bazë. Pra kemi disa deputet që thonë na e vun zjarrin, disa tjerë që thonë jo po e keni vu vetë zjarrin, pra disa deputet nuk po japin zgjidhje, disa tjerë po zgjohen nga zjarret, kështu që unë i kërkoj bashkisë që me autoritetin që ka, ta adresoj që qeverisja qendrore ta asistoj dhe ta financoj Bashkinë e Lezhës në raport edhe me problemet evidente të zjarreve në Pyje, sidomos gjatë kësaj periudhe. Faleminderit. Faleminderit. Unë kisha përgjigje për zonjën, duke dalë edhe në pyetjen e parë që bane, duke dalë në pyetjen e parë, këtë vit për herë të parë, ne në bashkëpunim me instancat qendrore, policia e shtetit kryesisht po monitoron ndotjet akustike. Për arsye sepse i kanë ardhur disa aparatura të reja policisë së shtetit, ku ne çdo shqetësim, çdo lloj ankese kemi bashkëpunuar me ta, edhe kanë shkuar në kohë dhe kanë marrë edhe masa. Sepse deri vjet shkoshin dhe nuk kishin si me marrë zhurmën, këtë vjet kanë aparatura dhe po më tregojnë edhe nga intervistat që bëjmë me aparaturë turistik, na tregojnë se janë më të qetë për arsye se këto ndotësit akustik këtë vjet sigur janë reduktu pak. Për arsye se po flajmë tha qeta sepse e kanë ul se kompjuteri nuk fal, sistemi digital nuk fal, edhe duke provu këta macat kanë bë eficiencë. Duke dalë edhe te pyetja e dytë për dezinfektimin, vitet e para ka pas probleme të nderimit dezinfektimit, edhe u bë në fund verës, këtë
janë dezinfektu dhe nuk, me thonë të drejtë, nuk kena një gjuhë shumë shqetësime për punën e mushkanjave këtë vjet. Dalim edhe te pyetja tjetër te erozioni. Po mirë, shiko, është problem, po të që jetojmë natyrë ka probleme tjela, por nuk e shikojmë aq si ka kanë para 2 vjeç. Kështu që ne ecim mbaz shqetësimeve, mbaz statistikave, mbaz raporteve që na japin. Dalim te po, është bërë dezinfektime në kohë. Në krahasim me para vjet, nuk e di tamam, po para vjet për shembull ka kanë shumë problem. Po, para 3 vite se nuk u bate tenderimi, ndoshta edhe këto problemet e buxhetit. Dalim edhe te puna e erozionit. Unë ndoshta edhe si pak më i dashur me këtë lloj teme, kam folur me drejtorin e gjeologjisë detare, për shembull, që është instancë që monitoron Bregdetin. Edhe kam shpreh shqetësime duke shikuar edhe nga ana studimore, i kam shpreh shqetësimet, ata vetë bajnë anën studimore, varen nga Ministria e Infrastrukturës, merren vetëm me studime, por jo me anën e implementimeve. Për arsye se thotë nuk kemi buxhet sepse buxheti i një lloj, nuk është se edhe ne nuk advokojmë për ta mbajtur edhe me kanë edhe me gjet mënyrën e zgjidhjes, por nuk ka krejt e lehtë dhe mënyra më e mirë se si presim që bëjmë një bazament thotë një studim të mirë dhe presim që në momentin kur të vinë një organizëm ndërkombëtar, ti thojmë çfarë problemi dhe gjejmë zgjidhje. Edhe ata vetë thotë kemi buxhet vetëm për studime, por jo për implementime. Kështu që nuk është se hellim në fushën tonë të punës që me kanë me gjetë zgjidhje, inshallah edhe do të bëjmë avokacinë që edhe ato të marrin sa më tepër një lloj rruge për një zgjidhje. Këto ishin, kurse punën e zjarreve, në thash e përmena preka të parë, drejtoria zjarrfiksës, shëngjin e instaluar aty me inspektorët e saj, bën edhe sinjalizim shpejt, edhe me anën e digjitale ne jena për herë në kryuse, edhe janë kriju edhe mekanizma se si mi monitoru për një sinjalizim shpejt, inshallah s'kena probleme, këto ditë kanë në ushtalle. Si pas një takimi me emergjencave civile, para 2-3 ditë, ku ishte edhe nëngryetarja, edhe nëngryetarja është ndjeni, ka pas procedime penale në gjendje të lirë për të dyshuarit dhe policia po merr studimet për të vazhduar. Faleminderit, këta ishin. Faleminderit. Kjo ishte për sa i përket rënit ditës, ka kush një diçka të veçantë tjetër? Jo, vazhdo në raport me folje me nëngryetarin. Po, Flutra, ju lutem, pra jemi këtë ndryshmet. Ja e ka Flutra fjallën. Zonja Donika, e ka fjallën Flutra. Ju lutem mikrofonin. A ka ndonjë iniciativa, nuk di si t'ja vej emrin, që edhe për, siç kemi vepru, dhe kjo është nismë për të përshëndetur, në kam votu këtu, kjo e plazheve publike, po dhe të privati me vu një çmim tavan, a ka ndonjë qoftë iniciativa? Ne kryjmë fushatën dëgjësuese, kemi bërë disa grupe që se si mi ul çmimet, por jemi në ekonominë e tregut lirë, edhe nuk mund na krejt me vu një target ka që vene ju, por ne kryjmë fushatën ndërgjësuese që mos turizmi, si me thonë, ta shikojmë afatgjat, jo afatshkurt. Kjo se ne që rrisim çmimet e shikojmë afatshkurt. Kështu që do mundona sa më shumë që sa më afatgjat ta kena turizmi dhe të bëjmë fushatën ndërgjësuese që t'jenë sa më tul çmimet. Tjetër, shiko, vetëm një ndërhyrje. Vetë fakti që bashkia ka atë nivel çmimesh tek shkollët, duke rritë cilësinë pa detyron edhe pjesën tjetër që të rivlerësojnë çështjen e çmimeve. Po, kush ka tjetër? Donika? Unë do të ritheksoj problemin e energjisë elektrike, që ju, si përfaqësuesit e zgjedhur të këtij komuniteti, të ndërmjetësoni me strukturat përkatëse të OSHE-s për një rregullim të këtij problemi që është shumë madhor për Lezhën. Dhe kjo jo vetëm në kuadrin e turizmit, po edhe në kuadrin e ne qytetarve apo vdektarve normal, jo banor të Olimpit, që duam të jetojmë,
që të ngrihemi ditën e diel që jemi pushim dhe zgjohemi pa drita në korrik. Kaq kisha. Kush do fjalën për sa i përket shqetësimit që ngriti këshilltarja Donika Haxhi? Po, zoti zëvendës kryetar? Bëhet fjalë për një zonë konkrete se ku? Nishulli. Rastet përsëritme, sepse në të rastet e zjarreve, sa po të bijë një zjarr afër gabinave elektrike, afër kabllove, e ulin e stakojnë vetë në stacionin. Deri në momentin e saj. Po, edhe një zona që kanë edhe para një jave që është djeg transformatori i maltë në stacioni që ka vonu 5 motor për sa ka ardhur nga Tirana transformatori i ri që ka bllokuar deri në Fushkuqe, jo vetëm i ishullin, ka qenë komplet zona. Jo, me zona po them se jo personal. Tjetër, zoti Pjetër? Po, përshëndetje kryetar. A mundet Ju lutem, ne qoni këshilltarin Pjetër Nova. Mundet me vu 2 llamba më shpejt në komshit. Janë deka 6 muaj aty. Në laqen atje për te urs drinit. Po. Merret në konsiderat nga drejtoria e shërbimeve. Fatjon. Është shqetësim. Ka pak po janë domosdoshme. Lagjen Skënderbeg. Po. Jo ke ura. Ke ura. Kur kalon urë? Okej. Në rregull, merrem. Tjetër. Ju falenderoj shumë për gjithë kontributin që dhat, edhe për produktivitetin e kësaj mbledhje, duke miratuar një sër vendime shumë cilësore. Faleminderit, mbledhjen e deklaroj të mbyllur.